Në vitin 1967, një komitet shkencëtarësh, që ishin mjek, shkuan për të shqyrtuar Lipsanin e Shën Gjerasimit dhe për të ofruar një zgjidhje shkencore, nëse mundej, pra të shpjegonin papërshmërinë e Lipsanit të tij. Ata qëndruan për disa ditë dhe shqyrtuan Lipsanin. Në fund, ata përpilluan një raport në të cilin ndër të tjera rrëfyen se papërshmëria e Lipsanit të shenjtë është përtej sferës së shkencës. Por, gjëja më e mahnisme nga të gjitha ishte se udhëheqësi i tyre, i cili ishte shkencëtar, por njëri i ftohtë dhe indiferent ndaj besimit, u mbyll në shtëpinë e tij për 20 ditë i tronditur. Çfarë kishte ndodhur? Kur më vonë e pyetën pse ai bëri këtë gjë që u mbyll 20 ditë në shtëpi, ai rretheu se ndërsa shqyrtonte Lipsanin e shenjtit, në një moment ndjeu një puls në dorën e shenjtorit. Çfarë domethënie kanë në të vërtetë këto mrekulli të Shën Gjerasimit, të cilat i bëjnë shumë njerëz të dynden në vendin e tij, në ishullin e Qefalonisë, është një mesazh shumë i qartë i pranisë së Zotit në shoqërinë tonë të sëmur. Një nga misteret të pakuptueshme për mendjen tonë të kufizuar që zbulojnë mrekullitë e Shën Gjerasimit, të cilat nuk janë iluzione, por realitete hyjnore, është dashuria e Zotit për botën dhe veçanërisht për njerëzit. Ajo që do doja të ndalesha sot dhe që da mbën të gjithë përshtypje, janë shembujt që shenjtorët e kishës sonë na japin kundër frikës, ashtu siç ishte edhe shenjtori që kremtojmë sot. Ai bashkë me shenjtorë të tjerë ishin njerëz si ne, kishin frikë. Fillimisht hezitonin, nguronin, kishin edhe pasiguri. Por kur njohën Zotin, jeta e tyre u transformua. Të njohësh Zotin nuk do të thotë thjesht të lexosh Ungjillin dhe të njohësh historinë e tij në faqet e Ungjillit. Sigurisht, leximi me vëmendje e Ungjillit prek zemrat tona, por ta njohësh Zotin do të thotë më shumë se kaq. Më shumë se të lexosh. Të njohësh Zotin është të bësh atë që ai mëson në Ungjill. Nga lexues, pra, ne duhet të kalojmë në ndjekës së tij, të praktikojmë në jetën tonë ato që ai na thotë, të bëhemi nxënës dhe të imitojmë Zotin në jetën tonë. Ashtu siç lexojmë në Ungjill që ai ishte i drejtë dhe i mëshirshëm, edhe ne gjejmë një shembull frymëzimi tek ai dhe përpiqemi të bëjmë drejtësi me të tjerët dhe të kemi dëmshuri për ta. Ashtu siç mësojmë për Zotin Krisht që kritikoi hipokrizinë e farisejve, ashtu dhe ne të bëjmë përpjekjen tonë të largohemi nga sjelljet hipokrite. Ashtu si u soll Zoti me gruan lavire që nuk e dënoi, por i dha faljen, dhe ne të prekemi nga mëshira e pamatshme e Zotit dhe të rendim në pendim dhe rrëfim. Në mos të prekemi nga mosgjykimi i Zotit dhe falja e tij. Kur ai na flet për Samaritanin e mirë të paravolisë, le të përpiqemi të imitojmë atë Samaritan të mirë, Zotin, dhe të jemi pranë njerëzve në nevojë, të dëshpëruar e të plagosur nga mëkati. Ose kur Zoti shkruan me gishtin e tij mbi dhe, kush është pa mëkat, le të jetë gurin i parë drejt mëkatarit, ose kur mëson mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, le të bëjmë kujdes dhe të përpiqemi të frenojmë pasionin ton për të gjykuar të afërmit dhe për të mos e nxjerrë atë në pazarin e kësaj bote të përgojimeve dhe thashëthemeve. Kur na mëson Krishti në Ungjill për vejushën që dha gjithë ç'kishte, le të luftojmë kooperacinë tonë dhe të udhërojmë edhe ne nga të hollat tona. Kur Zoti këshillon dishepujt e tij, lërini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, le të kujtojmë se kemi përgjegjësi për t'i kishëruar fëmijët tanë. Dhe kështu me radhë, mësime dhe fjalët e tij t'i vëmë në jetë, ashtu siç bën shenjtorët në shekuj, ashtu siç punoi edhe Shën Gjerasimi me veten e tij, i cili ndër të tjera na tregon sot edhe një sekret të madh shpirtëror se si ta mundim njeriu ton të vjetër të mëkatit, si të ecim shpirtërisht, si të rritemi në Zotin dhe hirin e tij, si të kapërcejmë dobësit, veset apo pasionet tona që me mëkatit që pasojnë na erësojnë shpirtin dhe trupin, na çojnë drejt dëshpërimit dhe indiferencës dhe pa aftësisë për të qenë të krishterë të vërtet, të gjallë në trupin e Krishtit. Por si të arrijmë të kapërcejmë këto dobësi, si të çlirohemi nga pasionet që e gryejnë shpirtin tonë?
Shën Gjerasimi na flet me shembullin e jetës së tij. Ai na tregoi me jetën e tij se ai la gjithçka në duart e Zotit. Mendimet e tij, ndjenjat e tij, vullnetin e tij, gjithë shpresën e varet tek ai, besimin, gjithçka, vetë jetën e tij. Shën Gjerasimi kërkoi ashtu si shumë shenjtor që të robëroheshin në dashurinë e Zotit, domethënë u dorëzuan në vullnetin e Zotit. Dhe kjo nuk ndodhi në një moment jetës së tyre, por e përjetuan këtë vazhdimsi deri në fundin e tyre toksor. Kjo dashuri për Zotin ja largoi frikën. Madje e thuhet se edhe demonët trembeshin thjesht edhe vetëm se i përmendej emri shenjtorit, sepse tek Shën Gjerasimi banonte Krishti dhe ai ishte një krishter me Krishtin. Le të imitojmë vëllezër shenjtorin. Le të përpiqemi vazhdimisht me porosinë që na mëson Zoti Krisht në Ungjil, me bindje ndaj kishës dhe krerëve tan. Hetërve shpirtëror siç na udhëzojnë apostujt e shenjtë në letrat e tyre. Le të qëndrojmë pranë mistereve të shenjta dhe mrekullibërëse të shpëtimtarit ton, ndërmjet të cilave ai na takon, na pajton, na lan, na pastron, na ndriçon, na shenjtëron dhe na udhëheq në këtë jetë toksore. Pa Krishtin nuk do të kishim shenjtorët tanë. Pa Krishtin as ne nuk jemi të krishterë të vërtet. Pa Krishtin jeta jonë mbetet në një gëzim që e ka kjo botë, por që u mbet e rreme dhe e venitur, që në të vërtet s'është gëzim. Pa Krishtin, edhe pse jemi të pagëzuar në emrin e tij, por nuk jemi me të, as me porositë e tij, as në udhën e tij, mbetemi jashtë dhe të rrezikuar për shpëtimin tonë. Le t'i lutemi Shën Gjerasimit që të na forcojë besën, të na nxjisë në jetën shpirtërore dhe ta marrim seriozisht shpëtimin ton. Amin.